Protestat e zhvilluara prej më shumë se një muaji në kryeqytetin shqiptar kanë tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare, ku së fundmi BBC ka kushtuar një artikull të gjerë zhvillimeve dhe dinamikës së tyre. Në analizën e saj, media britanike thekson se lëvizja qytetare, e cila nisi fillimisht me fokus mjedisin, është ndruar në një platformë të gjerë pakënaqësisht që lidhen me arsimin, shëndetësi, nivelin e pagave dhe koston e jetesës. Sipas BBC-s, protestuesit vijojnë të kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit dhe krijimin e një qeverie teknike si zgjidhje politike për situatën aktuale. Në artikull përfshihet edhe një prononcim i kryeministrit Edi Rama, i cili e ka cilësuar protestën si një tregues të funksionit demokratik të shoqërisë dhe si pjesë e debatit normal publik në vend. E kam thënë që nga dita e parë, unë dua një drejtësi që nuk sheh as majtas as djathtas, por shet drejt, një drejtësi që nuk mund të blihet, nuk mund të ushtrohet presion dhe nuk mund të kontrollohet nga larg. Gjithashtu kam thënë se ky është kontributi më i madh që Partia Socialiste do të jap këtij vendi, sepse nuk do të kontribuoj vetëm duke bërë reforma, por edhe duke sakrifikuar vetveten dhe vendin. BBC ndalet gjithashtu te largimi nga mazhoranca e një prej figurave më të reja politike, Mariana Koçeku, e cila ishte përzgjedhur si kandidate në zgjedhjet e fundit dhe më pas kishte hyrë në kuvent. Ajo në deklarimet e saj shprehet se nuk mund të vazhdojë të mbështesë qeverinë, duke argumentuar se zhvillimet aktuale përfaqësojnë sipas saj një krizë besimi dhe legitimiteti politik. Ai nuk i frymëzon më njerëzit dhe mendoi se kjo e ka çuar në një krizë të madhe legitimiteti. Mu desh kohë ta kuptoja se përtej fasadave të bukura që duken kaq të shkëlqyera, realiteti nuk është i njëjtë dhe njerëzit po e kuptojnë gjithnjë më shumë çdo ditë. Për momentin situata duket se ka një ngërç. Protestuesit nuk po tërhiqen dhe as Rama nuk po largohet. Kështu flamingot pritet të mbetet një pamje e njohur në protestat në rrugët e Tiranës, mbyll artikullin BBC.